Po dëgjoni podcastin Miqësisht e Lida. Mirë, jemi rikthyer në studio, do të vjojmë që të flasim për tregun e punës dhe politikat që duhet të ndërmerren për të afruar të rinjt dhe për t'i bindur ata, për t'i stimuluar dhe për t'i nxitur ata që të qëndrojnë në Shqipëri. Ne ishim duke folur sa i takon situatës që mund të ketë krijuar në Shqipëri, veçanërisht për gjatë sezonit veror, kjo edhe për shkak të bumit turistik që ka shënuar Shqipëria në 2 vite, 3 vitet e fundit, dhe që ka nxjerrë në pa faktin që vuaj mungesën e fuqisë punëtore dhe një fenomen që vjon tjetë ende i pranishëm, por që deri diku e kemi zgjidhur duke marrë punëtor dhe punonjës nga jashtë. Sfidë është pa diskutim të bindim ata që kemi të qëndrojnë, por pse jo, mund të kërkojmë edhe që të na kthehen ata të cilët janë larguar, nëse ne ndërhyjmë dhe ndërmarrim gjithë politikat e nevojshme në mënyrë që t'i bindim ata të rikthehen dhe të qëndrojnë në Shqipëri. Por kjo pa diskutim kërkon më tepër angazhim dhe kërkon më tepër punë, por duke mbetur tek ajo mënyra se si duhet i qaset shteti, qeveria, politikat që duhet të ndërmerren. Ne u ndalëm tek sipërmarrësit që ushtrojnë aktivitetin e tyre për gjatë vijës bregdetare, sepse ata janë që e vuajnë dhe sektori i turizmit është një ndër sektorët më me peshë për ekonominë shqiptare. Por megjithatë dhe treguat në një farë mënyrë se si mund t'i përgjigjemi ne krizës së punonjësve që ndjen ky sektor, veçanërisht gjatë sezonit veror. Dhe ishte modeli që ka ndjekur disa vende për fshirë Greqinë, fqinjin tonë jugor, por edhe Suedin, pra duke i suportuar punonjësit edhe për pjesën tjetër të mbetur, të vitit. Megjithatë, kjo ishte një përgjigje për këtë sektor. Megjithatë ka sektor të tjerë që kanë nevojë për politika. Si gjykoni që duhet të ndihmohen qoftë punonjësit dhe qoftë sipërmarrësit? Pra çfarë politikash të tjera duhet të hartohen? Unë besoj që ne nuk shpikim rrotën, ne shikojmë çfarë ka funksionuar më dhe të tjera, çfarë nuk ka funksionuar gjatë këtyre 30 viteve tek ne. Madje kemi luksin edhe të shikojmë të marrim nga përvojat e tjerëve, çfarë nuk kanë funksionuar të mos i implementojmë. Dhe ajo që unë besoj që është shumë e rëndësishme është duhet të kuptojmë e para një roli i shtetit është vetëm për ndërtimet sistematike, gjërat e mëdha, ligjet. Ajo që unë besoj fort është konkurenca e lirë në treg. Shumica e drejtuesve, pronarëve kanë filluar ta kuptojnë këtë gjë. Ajo që unë besoj që pronarët apo ata që janë në këto dy sektorët që kanë parë bumin, që është turizmi, por që dhe ndërtimi, gjatë 12 muajve të vitit është ndërtimi, dhe atje është dhe kërkesa më e madhe dhe për fuqinë punëtore. Në moment që fillon të kuptohet kjo, unë besoj që duhet jetë edhe dhe janë shumë aktive, grupet e biznesit të lidhur në bazë të interesave të tyre, janë që po lobojnë fort dhe po sjellin disa nga cilat janë programet më të mira për të bërë që qeveria dhe biznesi ta shohin si bashkërendues çuarjen e ekonomisë përpara. Pra nuk është që të jetë kjo përplasje. Unë besoj që po bëhen shumë mirë, janë dhomat e tregtisë po bëhen shumë mirë, janë grupet profesionale. Ajo që unë doja të thoshe... Pra, po ngren ura, komunikimi dhe bashkëpunimi në mënyrë që t'i lehtësojmë punën njëra tjetrës dhe të mos bëhen barrierë. Shumë e vërtet. Ajo që unë besoj është që kjo ka qenë një thyrje madhe, mendoj në 2-3 vitet e fundit, që kanë filluar të kuptojnë që as shteti nuk e bën dot me ndërhyrje deus ex machina, siç ka vënë rritjen e rrogës, e ca gjëra tjera që prishin themelet e biznesit privat. Por as biznesi privat nuk e bën dot, sepse në zoti janë shumica po shkojnë drejt të punuarit në të bardhë. Pra në qoftë se ca gjëra më përpara e kanë bërë sepse edhe ishte zona gri, tani nuk e bëjnë dot, pra kanë dalë në një ndërgjegjësim ligjor që duhet gjejnë të dy palët të gjejnë anën e tyre. Çfarë mua më pëlqen të them është që ndërgjegjësimi, sidomos i sektorit privat, për të ndërhyrë konkretisht në investimin tek njerëzit, unë besoj që kjo do një shkallë më të lartë. Pse e them këtë? Ka shumë nga kompanitë me cilat unë punoj që në fakt janë drejtuesit, ata që vinë dhe më thonë, më duhet të ndërtoj një staf që ta kem për 30 vite të ardhshme të mos më lëviz. Dhe është një aksion kërkesë të tillë se duket utopike. Unë me këtë kam rritur fëmijët. Për të thënë për vërtetësi, absolutisht ka, sepse kanë kuptuar si thashë në 2 arteriet kryesore që mbajnë gjallë qarkullimin e çdo gjëje janë leku dhe njerëzit. Pra është ky ndërgjegjësim që unë besoj nëse shkon në nivele të tilla që drejtuesi vetë ndriçohet, vetë punon, vetë zhvillohet,
fillon të punoj për njerëzit jo më si ca persona që t'i marrë në punë dhe t'i shfrytëzoj, por si ca persona që si shtash krah për krah, është ti vjen dhe tek unë në bazë të kontratës, ti jep kohën, jep të aftësit, ti jep rinin, nësa unë të krijoj mundësi të punosh pranë familjes, të ndërtosh një karrierë, të rritësh fëmijët, të krijoj mundësit që atë që nuk e jep shoqëria apo kjo narrative e përgjithshme për shërbimet që ju zot në gojë, unë të kem mundësinë si biznes të futem të ndikoj tek shkolla e fëmijëve, të kem mundësi që me ata që kanë punonësit më të mirë, t'i vënë në disa programe që fëmijët e tyre menjëherë të zgjedhin shkollat më të mira. Dhe nuk është ndonjë kosto e madhe për kompanit, nuk është, kur arrin ta kuptojnë. Ose nëse ti ndihmon të futen në ca fonde personale të pensionit. Pra ti fillon të kuptosh që atje brenda atyre ka dhe shërbimet shëndetësore që janë ekstra. Nëse fillojmë të mendojmë kështu, ne japim mundësinë tregut të hecë, tregut të rritet. Nga ana tjetër do thosha për punonësit, ore, gjithë e dinë që po hapen këto punët fantastike për në verë. Ishin ja 4-5 të rinj që qëlluam që u takuam në një nga eventet e mia dhe kur erdhën ishin po pyesin që ore çfarë të bëj, di këtë di atë, çfarë di të bësh, po unë di gjuhë tuaja. Cilën gjuhë e keqe e ke me kartra? Po jo, se ka me kartra, po pse si futesh sa marrësh me kartra? Po pse? Po ti nuk e kupton që në çdo bashki, nëse ti vetë thua unë dua të jem guida juaj për këtë vend, ti do kesh punë 12 muaj viti. Po punë, jo me të tallur. Sepse do keshe para njërë, do keshin pagesë shumë të mirë, sepse duan të mbajnë, do t'i çosh të gjithë bizneset private të kësaj zone, ati ku bëhet rakia, ku bëhet vera, ati ku mbillet rushin që në fillim, dhe nëse ti këtë e krijon, ti kupton që guidat që janë kulturore, bëjnë një rritje dhe bëhet, pra nëse ne nuk investojmë në veten tonë. Dhe krijon një zinxhir përfitimi, sepse nuk përfiton vetëm individi, përfiton institucioni që e punëson, nga institucioni përfiton komuniteti, pra përfitojnë banorët e zonës, sepse krijohet kjo lidhja ndërmjet atij që disa nevojë ka për guida, disa nevojë ka për guida. Dhe disa nevojë ka që ata njerëzit që zbresin në Rinas të kenë një vend të organizuar të këtyre që janë freelancer që ngordhin të punojnë në Fiverr, të punojnë vetëm me këto. Por nëse do dalësh dhe shikosh Shqipërinë është e pa mat. Nga ana tjetër po flisja, nëse punonjësit e kërkojnë këtë gjë dhe duan të ecin, patjetër që biznesi këto do t'i shikojë që isha duke thënë, për mua është shumë, por shumë e rëndësishme të kuptojmë që të dyja palët në tregun e lirë të punës duhet të nxiten drejt njëri tjetrit ku janë vendet e punës që mund të krijohen dhe unë mund t'i krijoj si njëri që dua ta shijoj jetën, dua të dal, dua të mësoj, por kjo do të thotë që do t'ulesh të punosh. Do duhet të marrësh të aftësi që janë të mrekullueshme. Prap një nga këta të rinjt ishte që unë nuk e ngazot makinën me marsha. Do ta mësosh, nuk është kaq e vështirë nëse ti e vë, nëse kjo është pengesë. Po, brezi kjo gjenerata që por nëse ne këto i kalojmë dhe i themi që ti e ke mundësinë, nëse do kesh këtë, ti mund të vesh në 2-3 kompani, dhe aty të marrësh makinën atyre të shoqërosh një grup, ti marrësh që nga Rina, si të sjellësh, po pagat janë të shkëlqyera. Flasim paga. Në çfarë niveli? Po, flasim paga që me 4-5 muaj mund të kenë mbuluar ai sa do punoni në bankë dhe do mirënin gjithë vitin. Kaq e thjeshtë. Por ndërkohë kanë shijuar, kanë bërë miq, kanë dalë, që ky brez e ka shumë të rëndësishme këtë gjë. Jam duke thënë, unë këmbgul dhe unë jam do ngelem gjithë kohën një person që besoj tek vetë zhvillimi. Nëse ne nuk e kërkojmë brenda vetes çfarë duam dhe të punojmë fort ta krijojmë, shteti nuk do ta bëj dot. Unë jam e bindur për këtë gjë. Unë do kërkoj një shtet që ka bërë gati për mua, nëse s'është. E kemi ne këtë thirrje të brendshme për vetë zhvillim? Unë mendoj që ka dhe ashtu, ka dhe kështu. Ka njerëz që e duan, ka shumë prej tyre që themun nga njerë, kur ti fillon të kuptosh sa e mirë është kjo gjëja, është njësoj sikur të kesh provuar ç'është mjalti dhe nuk i kthehesh më sheqerit. Kështu që vetë zhvillimi është një gjë e cila është e jashtëzakonshme, shumë e rëndësishme. Dhe unë besoj e lidhur me këtë prap, do thoshja, çfarë të mirë e kanë nëse hapen këto vende të reja pune dhe njerëzit duan të vend punojnë, dhe është për të mirën e tyre. Shiko dhe anën tjetër, një biznes që ka ca njerëz që i vinë rotull, që i bien klient, patjetër do të mbajtur si një menaxher të jashtëm. Dhe jam duke thënë që ka plot mënyra se si plot mënyra dhe për të futemi në zinxhirin që ne themi që dhe krahasojmë me sa shtete që ne nuk do t'i arrim kurrë. Një gjë tjetër prapë që bëhen sa shtete që është shumë e bukur, që shteti po do punoj me disa partnerë strategjik,
është që jepen lek të veçanta vetëm nëse ti do vesh në resortet shqiptare. Fjala bie, do vesh do bësh pushimet aty dhe të jepen ca pikë të caktuara që nuk i kushton gjë shtetit, që kjo t'ja zbres atyre kur në kanë dhomat e përdorura e tjera. Dua të them që është vetëm mirësia e para që të duam ta bëjmë këtë dhe e dyta duhet pa tjetër, gjithse cili ta shikoj si nuk ka rrugë tjetër. Ndryshe njerëzit do ikin. Por për këto, pra për të pasur këtë lloj fryme qasjeje edhe për të shkuar te këto zgjidhje duhet patjetër edhe vizion. Kështu që se shpesh ekspertët flasin, por atje që marrin vendime janë të tjerë. Kështu që ata duhet të kenë vizionin e duhur, sepse instrumentet i kanë. Kjo është një gjë, duhet të kenë vizionin e duhur për ustallarët i kanë në Europë. Ata i kanë gjithë dosit e i kanë të hapura, këto që ne po asociohemi. Nuk mendoj se shpikim ndonjë gjë, e vetmja gjë që unë besoj është që ne do t'ulem në tavolinat rumullakët gjithë forcat të cilat na bashkon çfarë, mos ikin njerëzit. Si do ta bëjmë këtë gjë? Që të kemi një shtet më të pasur nuk e bëjmë dot. Duhet gjitha palët të thonë, unë do punoj me këto kompani të cilat në fund të vitit do ju them, paguajini këta që keni, unë nuk do t'u atatoj këtë gjën, ose unë do futem të paguaj siguracionet dhe ti paguajnë gjë tjetër. Ka mënyra që janë bërë si programe këtu tek ne, dhe kanë vajt mes rrugës dhe pastaj kanë dështuar. Dhe kanë dështuar. Kjo është fatkeqësia tjetër, le të themi. Në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollajt me gjesh, ndofta në Facebook, me Lida Motro, ndofta në Instagram, që është Amy Coaching and Consulting, e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, kanë të bëjnë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MZC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë. Miqësisht,